Eliona, pasi e mendon gjatë situatën dhe sjelljet e fundit të Tonit, vendos t'i flas atij hapur dhe pa asnjë keqkuptim. Ajo e thërret Tonin më njan, larg banorëve të tjerë, që biseda të jetë sa më e sinqertë dhe e qetë. Toni shkon me shpresë se ndoshta ajo ka reflektuar ndryshe, por në fytyrën e Elionës duket qartë se ajo ka marrë një vendim të prerë. Me një ton të butë, por të vendosur, ajo fillon t'i shpjegojë: Toni, unë dua të jem e sinqertë me ty, më vjen keq nëse të kam dhënë ndonjë shpresë apo keqkuptim, por unë nuk kam pëlqim për ty as tani, as në të ardhmen. Nuk është se kam diçka kundër teje personalisht, thjesht nuk më lind ajo ndjenjë. Toni e dëgjon i heshtur, pak i ulur në vetvete, ndërsa përpiqet të mos tregojë shumë zhgënjim. Eliona vazhdon, duke dashur të mos e lëndoj më shumë se ç'duhet: unë nuk kam ndërmend të lidhem me askën këtu brenda. Nuk dua as histori, as lidhje televizive. S'jam këtu për romanca, as për të krijuar marrëdhënie që nuk i ndjej. Dua të rri në lojën time, të fokusohem te vetja dhe të mos ngatërohem me këto gjëra. Ajo ja hedh një vështrim të sinqertë, duke treguar respekt, të vlerësoj si djalë, por kaq është. Më mirë ta dish tani, se sa të zvarritet kjo situatë e të mërzitemi të dy. Toni merr frymë thellë, pak i goditur nga fjalët e saj. Por përpiqet të buzëqesh lehtë dhe t'i thotë se e kupton. Edhe pse brenda ti ndihet keq, ai tenton të ruajë krenarinë. Eliona ngrihet, e prek lehtë në krah në shenjë respekti dhe largohet, duke e lënë Tonin të mendojë i vetëm, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të dyshojnë se diçka serioze ka ndodhur mes tyre.